Vetëm të ecësh, mi mbrëma vajza, mirë se erdhë të fare. Moj vajza, moj vajza. I ke pa, thojnë të Luizës, që i ka zhytur në Flori dhe i kanë zjerë? Jo, tani i pash. Sa mirë i shek këto detaje, mo Juli, nuk të shpëton gjë. Po jam virgjëresha, moj. Jam detajist. Po ti ku i ke zhytur? Gjak. Në gjak. Në gjak. Wow. Edhe unë në zift. Në zift. Pun, në ajer. Po si do t'i lyë edhe unë një ditë që t'jem si ju. Mi mbrëma miqtë të ndëruar, mirë se erdhën Fix Fare sonte në Top Channel. Do jesh ti si ne? Të ndalem këtu apo ta kalojmë? Pse mos t'jem? Ti me thënë t'lyra. Po, pse, e di sa bukur ngjaj? E di sa bukur ngjaj? Dhe e ke dëgjuar çfarë thuhet lart e poshtë? Që lyerja e thonjve me manikyr nuk është femërore, është shumë mashkullore. Do flasësh me Robert Alin për këtë pjesë. Po nuk i lyj kur, për kaq ta bësh dhëmbin ti, kur si lyj? Në ta marrësh në telefon. Nesër, tani të përqendrohemi pak tek një fenomen që me thënë drejtën ka, si tush, është përdorur shumë mbas viteve 90. Pra të gjithë ata që kanë qenë dikur pronar tokash, e ke parasysh, që ja shtetëzoi shteti tokën, ja mori shtetin. Po këtë kohën e komunizmit. Në kohën e komunizmit ja shtetëzoi tokën, i quajti ish pronar. Po patjetër se ka marrë tokën dhe ata ishin ish pronar. Po mbas 90-s, kur i doli pronari gjithë tokave, si mund t'i qush prap ish pronar? Këta janë pronar. Ta thjesht po tentojnë të marrin tokat e veta, pronat e veta, por nuk janë ish pronar. Po tash ish pronar do i quajmë. Pronarët e vërtet. Po çfarë na kanë ngelur tani? Po ish pronar, po ja kemi marrë tokat. Okej, edhe ti je një ish pronare. Pra, dikush që tenton të marrë tokën e tij, pronën e tij, quhet një ish pronar dhe jo pronar. Domethënë që si do bëjmë tash? Si do bëjmë në këto momente? Si do bëjmë? Jo, më pyesim thonin. Po jo, më jo. Qytetarët të ta japin përgjigje. Ndryshohen të gjërat, të ndryshohen. Vetëm në Shqipëri, pronarëve të vërtet u thonë ish pronar. Si bëhet kjo punë? Pse u thonë kështu? Po nuk tha nish, nuk fiton vetë. A ish pronar o dhe që gjysh? Po në Shqipëri shkon mrapsht, gjithmonë ka shkon mrapsht. Po, ashtu? Ish pronar se ato ishin ish pronësojen veri dhe zvadhan, mësën. Quhen ish. Se s'janë. Ish pronësojen veri? Po ish pronësojen. Aja, morja që dhe duhet. Va mori. E, po ku ish pronësoj? Po kjo ishte si të va marrë shaj. Me thëmë, po ta marrësh, që është ish? S'ke pronë. S'ke pronë. Ko ti thonë ish? Ish. Do me thënë, s'ka qenë ish. S'ka do prallat, ish. Faktikisht. Ata të mdhejt ishin marrë duke i shërbi qeverive huja. Dhe atyne dohim me va marrë sak. Edhe ki ligjin 7501 të shumë të me ka dhonë. Atyne zva ka dhonë. Me ligje e mua tani, se nga tronë dhe vetën, jo për gjë. Po aq dijo. Po aq dije, mora veshun. Të shikosh si t'i presin si me gërsherë, si shqenjë, si ndajnë me njëre tjetërin, si një zogori qensh, tokat e mija. Tani mund plasit dush, po. Po, shqip, fol. E vërteta është, do thonë pronari vërtet, aj që është ka qenë është. Po nuk e thonë pra? Po se thonë, Po pse se thonë? Po s'duan me e thonë. Po pse s'duan? Të shqitë të gjitha ustanë, hajde. Da më valish se jam i zanë, hajde. Edhe ke zënë, që më njësë jo dhe të shkretës? E kam marrë një dy do. E mora vesh, dy thua ti. Uj dhe shkarar, do pi, do dem. Ta pif të dreqin e barkë. Këtu është akoma komunizmi vëllai. Kjo është. Absolutë. Këtu mentaliteti aq ka pronë shihet si kundërshtar i sistemit. Ne në 751 dhe paketa e maleve janë si dore ngrot dikur. Pyetje e lehtë është. E lehtë është, po ti s'po më thua as këtë të lehtën. Cila është pyetja? Ish pronar. Do të thotë që kanë jetuar deri në atë kohë që kam idenë. E, po shikoj që më thesh pyetje lehtë. Jo, që thash me kuptimin e lehtën, pyetje lehtë i thonçin. Është pyetje vështirë, është filozofike.
Vjedhni gjitha, por toka është e Zotit, është e të gjithëve. Ai thotë që imi. Ja, valla, toka është e Zotit, asnjë gjë tjetër. Çka është e imja jote? Ja, valla, të gjithë me i vend të shkojmë. Ka në gjë tjetër? Jo, më sqaroj. Ish pra. Skema, ja kanë morë. Mërdhip, ish. Jo ish, hiç mami. Sepse u kanë marrë, u kanë vjedhur. Ju thonë që nga sale qertit për herë të pare këtë tjertë. Vetëm se ja u kanë marrë i U tonë? kanë marrë dhe ka hedhe tjetëri. Unë kam 2 prona. Një ka gruaja Gjithrinasin, nga Kruja. Se me do. Ish. Po, një kam në Tregjas e Pedjo, djeti? Ish dhe atjeti. Ish atje, atëre ish. Ish. Faktikisht po shu lëvërdis këtyre që i kanë morë pronat. Të tjerë dhe e përdorin. Këto që kanë morë pronat, këto që kanë ardhur nga ne, ju thonë ish pronar. Është një metodë glabrimi kjo vetë. Ne erdhëm këtu, ju morëm pronat të tjerëve, me ligji borja i burri i botës. Këto dhe quajnë ish. Ta mbyllun kjo ishte? Po, mbyllë për sot mos ka. Mbyllë. Hajt, u bëfte jote. E këtonë ish pronar. Po ç'pun kemi ish pronar? Po na ka ngelur nga komunizmi pra ta thash tani. Na ka ngel, po. Ne na ka ngel shumë gjëra nga komunizmi, po ne do t'i heqim, t'i pastrojmë këto ant errta që na ka ngel. E vështirë t'i shkulim rrënjët tona, mor Juli. Nëse gjemi në numrin e telefonit 069333313 na ka dërguar foto, video, ankesa, gjëra të cilat Çdo ditë na sjellin, çdo ditë. Çdo ditë më të shkretë se kanë halle. Ne jo vetëm i transmetojmë dhe i komentojmë, por dhe i ndjekim. Sepse ka dhe zgjidhje. Nëse. Patjetër. Do shkoj menjëherë në Manës. Kemi një problem atje, Xhemi. Kjo video na sjell pamje nga përmbytja në Manës, thot pas shirave të rrëmbyer që kanë rënë gjatë natës. Kanalet kulluese kanë vite që nuk pastrohen, prandaj është kjo situatë pas shirave. Bashkia kujtohet vetëm kur ka përmbytje. Patjetër, kur ka hall kujtohen. Ore mirë, që kujtohet se ka bashki tjera që kujtohen vetëm kur ka zgjedhje. E kupton? Këto kujtohen dhe kur ka përmbytye. Po mirë tash, si do bëjmë? Si do e rregullojmë këtë? Kështu është pak a shumë e gjithë Shqipëria mbas shirave të fundit që kanë rënë. Megjithatë le ta shohim videon, sepse ka edhe audio. Va bon. Kemi shtet. Pas prona një kanale gjinjo. Kemi shteti unë. Bukuri. Banori ishte pak me hundë zëna, nuk e dia e kuptove. Po, pra, shkreti për lere se ka hallet e veta dhe ai tash. Do shkojmë në Zallher. Është vetëm 10 kilometra nga qendra e Tiranës dhe rruga është në këto kushte të mjerueshme, thot. Ne që banojmë këtu po ju nisim këtë video dhe që nuk në të cilën thot në rrugë në të cilën ne nuk kalojmë dot. Ju lutem publikoj, na u nxi jeta, kemi 40 vjet me këtë gjendje. Tani 40 vjet. Ka rrezik Ka që fëmijë. Ky që na çon videon, ka rrezik s'kishte lindur akoma. Kështu është rruga, e tmerrshme. Po të paktën nuk që ka e përmbytur. Jo. Nëse. Përmbytet vetëm kur bie shi. Mirë, Xhemi, shiko. Kemi halle, po nga njëherë na dërgojnë dhe gjëra të bukura me këto videon. Kemi këtë pamje që vjen nga Kune Vajin në këtë lagunë shumë të bukur, shikojeni pamje thot. Sa bukur Juli. Se si e gjuajnë peshkun të organizuar. A që si janë organizuar, a? Organizohen, është drek, thon. Pra, i kem hanë. pamjet bukura thot pelikan dhe gjueti të organizuar. Po, shiko, ka lezet kur shef në njerë edhe pamjet bukura, sepse ky është një vend i bukur, ma e ka falë natyra, e ka falë Zoti shumë të bukur. Por Zotri si ka pëlqyer shumë organizimi. Po dora robit, qohet një atje, ku t'jo nej drejtor atje, nej gania, nej gjo, qohet atje edhe vë dorë dhe e prish. Po pse mërë miq, pse? E ha peshkun në mënyrë të pa organizuar. Këto na prishin punë. Thënja. Suksesi nuk qëndron në mosbërjen e gabimeve, por në mosbërjen e gabimeve të njëjta 2 herë. Po. Thot George Bernard Shaw. Imagjino ti që i bën njëjtat gabime çdo ditë, çdo ditë, jo 2 herë. A keni gjuhë dhe disa herë në ditë. Mos i bjerë të njëjta vrim fyllit? Mos i bjerë në të njëjtën vrim fyllit? Ja, njëjta gjë, mos e bëj ty e njëjtën gjë. Për çdo problem ose informacion tuajnë, Fix Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin ton do të ndiqet nga gazetarët e Fix Fare.
Bravo, vajza, bravo. Shumë interesant. E ke parë çdo javë, çdo ditë të kësaj jave e ke parë këtë kërcim, edhe të duket ende interesant. Po nga njëherë e shoh më me vëmendje se ç'duhet. E shoh më me detaje, domethënë. E kuptova. Tani, Gjemi, do rrim pak në Tiranë dhe do shkojmë për një problem edhe social, po edhe administrativ. Do shkojmë në tregun në rrugës Jordan Misja, ke parasysh ai tregu atje? Po, patjetër. Ndihem me fat kur e kaloj rrugën atje dhe nuk më shtyp makina. Tani, këto shitësit ambulant janë bërë pak problem për kalimtarët, sepse kanë zënë vëndet ku mund të kalojnë kalimtarët. Tashi, këta thonë, ku të shesim ne? Me të drejtë. Kalimtarët thonë, ku të kalojmë ne? Me të drejtë. Dhe këta. Tani, problemi është si ta zgjidhim ne, si ta zgjidhim këtë dhe kush e zgjidh këtë gjë. Po të shikojmë pak videon që na ka ardhur nga ajo zonë dhe pastaj e komentojmë. Miq të Fiksit, përshëndetje, këtu ndodhemi tek rruga Jordan Misja. Trotuarët të cilët duhet tu shërbenin kalimtarëve sot janë kthyer në tregje të hapura. Banorët e kësaj zone kanë sjellë shqetësimin e tyre në redaksinë e emisionit ton, pasi ata thonë se çdo ditë trotuarët të cilët duhet të kishin hapësirë për të kaluar ata janë zënë. Si ja bëni çdo ditë këtu? Një shtu ja foshim satër motër po oshet. Në rrugën ku kalojnë makinat. Po aty ku të shkojmë? Ku të shkojmë? Një tash. A ndjeni të rrezikuar? Shumë bile, shumë. E keni ngritur këtë shqetësim ju si qytetar? Ja thamim ne, shkon vesh shordet në sigur tosh. A duhet ishin liruar këto trotuare dhe këto të ishin për qëllimin për të cilin janë krijuar për të kaluar një? Edhe shteti ti caktoj dikon tjetër. Dihet se njerëzit ku do kalojnë, trotuar do kalojnë. Shërë se na doli shpirti, tu katë makinat në përvejnë, na doli shpirti. Ndjeni të rrezikuar? Po ndjehemi, se ndjehemi ajri, ambienti, makina shumë, ajri ndotur. Lidhur me trotuaret e zënë? Po, me trotuaret që janë zënë, as kemi ku të kalojmë. Na shtipin makinat, këto janë. A e keni ngritur ju si shqetësim? Po ku keni bia që kur rrinë zvje kush më na picë? A jeni gjallë, a keni vdek? Ju jeni shitës, prej sa kohësh? Kom me vite që shes. Kemi shku ke bashkia, dëm 12-11 që rrim e shesim tu, po kapshat në Bukës, ku na ka nek, kus na ka nek, ku kanë morë votat, do ju dem, edhe këne na ka nek prap, na kanë pru prap. Malën të apin a i treg. Keni kërkuar ju që të apin? Kemi kërkuar. Çfarë ju kanë thënë? Jo ke fusha këtu, jo da unë gjeri matana, ne, me nes po mjetë vesh para. Kur ka qenë ere fundi që ju keni kërkuar një treg? Ka qenë para viti 3. Dhe çfarë ju kanë thënë? Do ju apin tregu që prefundim në alang këtu prap. Ne gabim jemi këtu, nuk po them që si jemi gabim, se dhe rob duhet kalojnë. Po këtu ka dhe ple që tu dalin nga Kraumatan, s'ka ku dalin ma Kraumatan, se jo në parkingun kanë parku makinat. Unë 90, godina, 90. Kalamajn kam 10 kalamajn, 7 quna, 3 goca 10. Edhe punoj akoma, në pension jam. Po sot për çfarë ke dalë? Ja, po shes fisharmonika, gërneta, muzikanta e mineve. Muzikanti? Muzikant. Prej sa kohë është del këtu? Vetëm të shtunave dalë. A mendoni se këtu është gabim që janë zënë trotuar? Gabim. Për mua letë na heqi partia këte. Keni vite që shisni këtu? Vëth 3 vjetë e gjysë. Ku keni pas shit më përpara? Brenda kësaj të fushë. Çfarë ka ndodhur? Pse ju hoqën aty? Po shkak kësaj dhe ndërtesës që është bërë këtu nuk e di. A ndjeni rahat ju që shisni në trotuare? Po që rahat me shive fëmit në përkam, makinat në përkam, njerëzit s'kan ku qëndrojnë që të bëjmë atë që duhet. A e keni ngritur ju këtë si shqetësim në bashki? Ku kena vajtë në bashki, e para punës nuk kena përfill me u fut brenda që të na marrin parasysh sanat e tona, dhe se dyti na kanë përcjedhur me llafë të bukura. Jam i detyruar me liru venin. Po jo të me lej mua pa një vend ku unë të shes që të maj familjen, se funi fare unë kam një jetë që merre me këtë punë. Edhe me këtë punë maj familjen. Tani si mund t'ja bëjmë ne kur ai meq edhe na këtu dhe nga atje. Ku e kam venin e caktuar unë? Mos ndosha e kam këtë shumtit? Po çdo ditë kalojm këto, edhe unë punoj me autobus.
Edhe ndjej pengesa edhe nga këto, se këmësori tash i s'din ku të kaloj. A ndjeni të rrezikuar? Po si s'ndjeni? Sepse u shoh që kaloni në rrugën e makinave. Po çfarë do bëjmë, ku të kalojmë? Si për këtyre? Këtu në trotuar duhet me kalue, normal. Në trotuar, po ç'a të bëjmë? A ndjeni të rrezikuar? Po, ndjehna. A e keni ngritur zërin për këtë shqetësim? Jo, unë s'kam kungrin, e pensionistës ma shto kush. Tu keni shitur gjithmonë në trotuar? Tuk. A ka ardhur policia, ju ka shqetësuar? Shumë mjaft vin. A keni ju problem që shisni këtu në trotuar? Kur problemi është po dalim nga keqja, nga nevoja, nga halli, nga pamundësia. Trotuar duhet ishe, po tash ne jetojmë në xhungël. Jetojmë xhungël ne tani. Çfarë s'bëhet këtu? A ndjesh e rrezikuar që kalon mes makinave? E rrezikuar ndjem, po kam kujdes vetëm se s'ke ç'a bën. Po nuk e shef të si është shumë bloku gjithë. Në zi si të kalosh. S'ka si lloj garancie. Ju shisni në trotuar. A keni kërkuar ju një treg? Nuk kërkuar, kujde kërkosh? Kur e keni kërkuar dhe çfarë ju ka thënë? Që sa kemi darë, kemi kërku dhe s'na u ka përgjigjeri. Tash shesim shi, na kanë marrë mallin me zor, na kanë sekustruar, na kanë dalë mo, tash na kanë lënë ka 2 javë na kanë lënë me shit. Tani ne këtu dalim nga hadhi, burim punë në kanat që bidona, mbledhe gjëra që gjinë për gazanin dhe i dalim i shit. Ja, për zoti ka marrë mallin gjithë ditën me 1000 lekë jam. Sigur se shohim, këtu jemi edhe tek stacioni i autobusit, ku me sa shohim edhe udhëtarët e kanë të vështirë për të zbritur, pasi trotuarët janë të zënë. Po që të bëjnë mori Uli, janë koshient për situatën, edhe tregtarët, në fund të ditës edhe ata kërkojnë një vend ku të shesin, të shesin lirisht pa penguar askënd. Edhe ata thonë ku të shesim ne më mikse, edhe ata duan mangur bukë, kupton, sepse dalin për i bukë gojë atje, se nuk është në një fitim i madh aty çapo shesin, çapo bëjnë. Po edhe kalimtarët gjithashtu, po edhe makinat kanë probleme. Nga kalimtarët? Po nga zona që është e zënë atje, që është rëmujshme. Tani ne jemi interesuar në AAT, në Agjensinë e Administrimit të... Më duk si ku më shave. Tregjeve, AAT. Më pëlqejnë mu këto. AAT, CMNTF, QKT, FLM, KSHG. Tani, jemi interesuar dhe kemi bërë një intervist me drejtorin Fatjon Dhuli, i cili thotë sigurisht ma jemi... Unë blej aty çdo javë. A ka blej vetë Fatjoni, thu? Blej çdo javë dhe për bukuri kaloj. Po jo prona, jo pronari, jo tjetri, jo privati, jo kështu tash, o vlla, bëj një treg më burr, bëj një treg. Bëj një treg të strukturuar që të shkojnë të shesin si zotnit dhe tjerët kënë ku kalojnë si zotnit. Peshkësh ky? Peshkësh? Peshk, po jo i përdorur. O, të keqen e peshkut, që? I freskët. Nese, ta gjejmë intervistën me drejtorin. Në redaksin e emisionit Fix Fare ka mbritur shqetësimi banorëve tek rruga e Burgut ose siç njihet ndryshe rruga Jordan Misi. Ata thonë se çdo ditë më shumë hapësirat të cilat janë të dedikuara për kalimtarët janë zënë nga shitësit ambulant. Ju keni një informacion të tillë dhe nëse po, cilat janë masat që ju keni marrë? Është një rast i konstatuar nga Agjencia e Administrimit të Tregjeve. Këta tregtarë kanë qenë të vendosur në një tokë private me pronar, të cilët kanë vendosur të zhvillojnë tokë dhe prej asaj periudhe ushtrojnë aktivitetin në kushte jo të përshtatshme dhe në kushte në hapësira publike. Nga ana e Agjencisë së Tregjeve, disa herë janë ndërmarrë iniciativa për të zhvendosur vullnetarisht këta tregtar. Një pjesë e mirë e tyre kanë pranuar dhe janë bërë pjesë e tregjeve tona publike tashmë, ndërsa një pjesë e mirë e tyre nuk pranojnë të lëvizin nga zonë me faktin, me argumentat se pranë asaj zone kanë klientelat përkatëse dhe nuk do donin që të lëviznin andej. Ju kemi ofruar mundësi ku mund të zhvillojnë aktivitetin e tyre tregtar kundrejt rregullave dhe ligjeve në fuqi, por nuk kanë pranuar dhe nuk në kanë mbështetur në këtë iniciativë. Jemi ndjenje, është një problematik e hershme. Për ne si polici bashkiake janë ambulant të palishëm, por duke marrë parasysh problematikat që ata kanë, i kemi vlerësuar dhe parë me sy tjetër. Që do të thotë, u kemi dhënë mundësinë, duke marrë të shkak në koordinimin dhe bashkëpunimin me institucionet të tjera të Bashkisë Tiranës, në këtë rast konkret është Agjencia e Tregjeve,
E kemi parë të mundur për të parë një treg që atyre mund të vi në favor, që ata të shesin dhe të bëhen tregtar të lishëm. Nuk e kam vlerësuar, pasi nuk e plotësojnë kushtet dhe jashtë largësia ka bërë të vetën dhe ata e shohin si të mirëqenë të tregtojnë aty. Për ne si polici bashkiake nuk mund ta lejojmë, pasi është zaptimi i hapësirës publike. Nga ana jon, sidomos këto 2 javë të fundit, është parë me sy tjetër dhe kemi dhënë prioritet, duke stacionuar shërbime fikse, duke vepruar me këshillime që cila është primare dhe për ne dhe për ata. Ka pas raste dhe me bllokim malli, jemi munduar edhe koordinuar me gjitha institucionet e Bashkisë së Tiranës që këtyre tregtarëve apo ambulant t'u japim një zgjidhje një herë mirë. Por për momentin është kjo situatë. Nga ana jon nuk do lejohen më të tregtojnë në hapësirën publike. Jemi në negociata me Agjencinë e Tregjeve për të gjetur një vend të përshtatshëm ku këta tregtar mund të certifikohen dhe mund të shesin sipas kushteve. Ka mundësi më valla, peshku aty, ha? Shime si shitet peshku, ne s'ben do të këpucët, ha? Po këpucët vjen era asaj pusetës, jo peshku. Që falë zotit nuk është e bllokuar. Nese, kanë majt dhe i bidonuve aty me ajet peshku të her pas here. Po të shesin, më ku të shesin. S'kan faj. Të dalin tek rruga e makinave këto? Tani edhe njerë, që ne nuk kemi këtu, nuk kemi shumë të zgjuar, po ka një logjik normale. Ata që shesin, duhet shkojnë në një treg të strukturuar që shesin normal, dhe në kushte normale, higjienike e kështu me radhë, edhe ata që kalojnë rrugën, të kalojnë normale, dhe se janë njerëz që do kalojnë me fëmijë, me karroca, me tjetër. Edhe ata që kalojnë me makina, siç është Xhemi, pra kjo shofere e cila nuk zbret nga makina, do kalojnë Xhemi, si do bëj? Apo jo me Xhem? Patjetër. Tash ja këtu e ka makinën, në studio në gjithë. A vash, se na shtype. Tani, ideja është këtu, që gjithë kanë halle. Edhe shitsi, edhe kalimtari, edhe shoferi. Ka dhe nga ta shitsa që nuk duan të largohen nga këtë tregës, se aty i kanë myshterit, nuk duan të spostohen shumë larg. Po më mund mos largohen, po mund gjetë një zonë atje që t'i bëjë një treg, po. Një zonë tjetër për të shitur, prap aty do shesin. Deri në atë moment, ne shkojmë publicitet dhe mbas se e zgjidhim këto 10 vjet të ardhshme. Bravo, vajza, bravo. Interesant. Interesant, më lëvizje të leta, më Juli, dhe ti mund t'i bësh, po. Do t'i mësoj në shtëpi. Bukur kjo. Ja, pra Juli, kemi fëmijët që po vizatojnë. Edhe pak e dhimbshme, si... që nuk i kanë. Pra, atë që të mungon fantazia, pra është një mënyrë për ta parë botën me pozitivitet, pra, për ta parë gotën gjysmë plot. Se ke, por të paktën fantazia ta thot. Një karikaturë që jep një mesazh të fortë për mungesën edhe shpresën gjithashtu. Bravo, Gjen, sa bukur që je fol. Pra, ta zem, se ke opozitën, vizatoje. Se mbase e ke. Se ke shtetin, vizatoje, se mbase e ke. E di si vizatohet truri i vogël? Se kam thua? Jo, mendoj që ke pak të dëmtuar. Ja, monitorime, ja, është kështu truri. Të cikatun. Ja, kështu truri. O, Gjemi, më duhet diçka të shi, nga ato, e ke përshishë nga ato baltrat, ato baltet? Po, ato që vjen lullet. Ato që vjen lullet, ha? Po janë vazo, more. Ha, po vazo, pa i soj, më është i soj, të shi është i soj. Por më duket se pas ka rëndësi rezultati në lidhje me numrin e atyre qelqeve, vazove të qelqit ku bëhet ku idhet shorti, kështu që do ta shpjegojmë tani se çfarë është ky play-offi. Ja pra, vazon e gjen aty te qelqurinat e Rodinës. Po vazo e kanë dhato, po se kuptoj më i vajz pse i ngatron kjo Rodina këto gjëra. Më mirë se të vjen ndonjëherë fjala dhe ti mos bëj kështu. Por më duket se pas ka rëndësi rezultati në lidhje me numrin e atyre qelqeve, vazove të qelqit ku bëhet ku idhet shorti, kështu që do ta shpjegojmë tani se çfarë është ky play-offi. Dhe të kam thënë 100 herë mos e përdor chatin. Do ta përdor patjetër, pse të riun të lodh trurin tash? Mos më. Është më mirë mor Juli kur e lodh trurin, se bëhesh edhe më i zgjuar. A e ke përdor, nuk e ke përdor asnjëherë ChatGPT-n? Jo. Se ta pyes, s'ke nevojë. Jo, më pyes trurin tim. Juve ju thahet, pyet atë, pyet këtë, se vetë truri ju thahet, ju bëhet si kumull o shaf kjo bëhet. Truri ke fjalën. Truri. Më mirë për i bishkur të gjema, man.
Pyetje përgjigje, se po na tha e truri, pastaj se di, nuk di. Inshallah s'po te kurosët. A e ke përdor, nuk e ke përdor asnjëherë ChatGPT-n? Jo. Se ta pyes, s'ke nevojë. Jo, me pyes trurin tim. Se duhet le ta pyes. Juve ju thahet, pyet atë, pyet këtë, se veti truri ju thahet, ju bëhet si kumull o shaf kjo bëhet. Truri e ke fjalën. Truri. E po frikacak I mat, pas ke qenë më Joli. Unë frikacak, unë jam trim. E ke gabim. Po lëre tani. Po ku shkon te dentisti? Si e? Po, e drejt. Ja, tash ku shkoj te dentisti, tu ndryshon problemi. Për shemb, ku shkoj me gjithë gruan I them ladies first. Kush janë ata që kanë më shumë frikë, djemt apo vajzat? Djemt dhe shpeshherë I bie dhe të fikët. I them unë fal, nuk të vjen zor. Ose kur vin me gruan, thonë jo, gruaja përpara se kamet. Këtu e gjetë respekti. Ja pra te kjo kam dhe unë te gjilpëra. Po e për një gjilpër. Më dridhen gjunjët po se. Bën burri kështu. Bën. Kush janë ata që kanë më shumë frikë, djemt apo vajzat? Djemt dhe shpeshherë I bie dhe të fikët. I them unë fal, nuk të vjen zor. Ose kur vin me gruan, thonë jo, gruaja përpara se kamet. Këtu e gjetë respekti. Jo vetëm te dentisti moj, po edhe në sport. Femrat, vajzat kanë më shumë nerv se sa burrat. Po kjo dihet më Juli, ju kot bëni. Gocat që kanë filluar të luajnë rugby janë shumë më fizike se sa mashkullt nganjëherë. Nuk pyesin fare për veten e vet, për trupin e vet, për çfarë po ndodh aty. Shumë më pak. Po nuk pyesin Më luftarake vajzat, e marrin më me nerv, më me inat, ndërsa ju më teknik, ë? Po ta di që gratë kanë më shumë nerva se sa burrat, edhe janë më Jo, nuk e di. Nga natyre e qetë për veten. E pra, gratë janë forcë e madhe. Le të na rrojnë gratë. Nxirr atë fjalë. Çat nxjerr përveç se faleminderit shumë që na ndoqët e tjera vajza, dëgjoj. Do ju lëm tash në rahatin tuaja, që ju të shprehni gjithë talentin tuaj me lëvizjet tuaja të bukura. Po ti pse nuk qëndron ti shosh vajzat? Po qëndrojmë. Te kërcimi I fundit, po. Do shoqëroj dy se. E vërtet harova. E vërtet. Eja Juli. Ju pafshim. Eja.